Përshëndetje të nderuar shikues, për nder të ditës së çlirimit të komunës së Prishtinës, klubi futbollistik Rilindja ka organizuar një turne në futboll për fëmijët. Për më shumë rreth këtij turneu do të bisedojmë me Fatmir Zhdrellën, organizator i këtij turneu. Zotri Zhdrella, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Tokboshje. Cila është rëndësia e këtij turneu? Ky turne në vetvete rëndësinë ka sepse lidhet me ditën e çlirimit të Prishtinës, edhe konkretisht këtë Kosovës, është turne mbarkombëtar, pasi që janë skuadra nga gjitha treva shqiptare, është turne i fëmijëve në moshën 11 vjeç, edhe këtë vit kemi një rekord, sepse kemi 85 skuadra pjesëmarrëse, me rreth 1350 fëmijë pjesëmarrës nga gjitha treva shqiptare, edhe është 4 ditor. Ka lind nevoja që kaq shumë ka pas kërkesa dhe kemi bërë 4 ditë. Tashmë ky është tradicional në fakt. Sa ekipe po marrin pjesë në këtë turne? Është viti 8 që ne organizojmë dhe lidhet gjithmonë me 12 qershorin. Këtë vit jemi 85 skuadra pjesëmarrëse. Cili është entuziazmi i fëmijëve për të luajtur futboll? Po shihet këtu që është një numër goxha i madh i tyre. Fal angazhimit ton, sepse ne jemi një staf prej 26 personash që merremi me organizimin e detajzuar, kemi arritur që këtë lloj turneu ta ngrisim në një nivel shumë të mirë dhe të organizuar mirë. Prandaj për këta fëmijë është një lloj, si të themi, një lloj kampionati ballkanik dhe me të vërtetë është një entuziazëm i paparë. Po ndeshjet po luajnë janë të nivelit të kënaqshëm që po luajnë këta fëmijë? Ky turne zbulon edhe talent të ndryshëm, prandaj edhe është një mundësi e artë ata që ta promovojnë veten, sepse është thuajse në nivelet më të larta të skuadrave. Këtu janë skuadrat më të mira të Kosovës edhe të Maqedonisë Veriore, po flasim për skuadra shqiptare, pjesëmarrëse, pavarësisht të grup moshës, apo edhe shkollat më të suksesshme kosovare. Prej sa ora fillon të luhet dhe deri sa mbarojnë ndeshjet e gjatë ditës me rastin e këtij turneu? Fillojmë nga ora 14 deri në ora 21:30 për 4 ditë me radhë. Është zakonisht jemi munduar që pas ditës të zhvillojmë ndeshjet ku ka një freski, ku edhe parku i Tokboshës e mundson një gjë të tillë. Ne përveç organizimit të turneut për të gjithë fëmijët kemi siguruar shujta ushqimore, sepse ata luajnë, pushojnë, luajnë, janë thuajse për rreth 6 orë këtu. Sa është numri i fëmijëve, nëse s'gaboj, ishte diku mbi 1350. Rreth 1350 fëmijë për 4 ditë ndeshen për të shpallur vetëm 3 skuadra fituese me nga 15 fëmijë dikun, domthonë rreth 45 fëmijë janë ata të cilët shpallën kampion. Nëse eventualisht identifikohen talent, çka më pas për ta? Për ata është një lloj reklame dhe një lloj hapje dyrave për të ecur më tutje. Normalisht këta janë të vegjël, janë 11 vjeç, 10 vjeç, 9 vjeç, po zakonisht në këtë moshë fillojnë të binë në sy dhe të dalin pa ata lojtarë që kanë potencial. Do të ketë ai ekip që fiton, do të marrë ndonjë kupa apo diçka? Përveç çmimeve individuale, lojtari më i mirë, portieri më i mirë, janë medalet për vendin e parë, kupat për vendin e parë, medalet për vendin e 2, 3, sepse ata kanë arritur diçka. Sponzori general i turneut Sport ka llogaritur që për vendet e para të kemi edhe një lloj shpërblimi të shumës, po për rekuizita sportive që kapin shumën rreth 3000 euro. Domethënë rreth 3000 euro klubet fituese i marrin rekuizita sportive tek Sport. Kjo është një lloj motivi që edhe ata thjesht të pajisen edhe me rekuizita sportive, si shaj shpërblimi e suksesit të tyre. Fushat po shihen që janë në nivel. I plotësojnë kërkesat standardet e kërkuara në fakt për lojë të tilla për fëmijë? Po, atëherë ne punojmë, ky turne është i organizuar duke ju referuar rregulloreve të UEFA-s, luhet me
50-30 dimensionet, portat janë 2/5 dhe lutë në sistemin 6+1 ashtu si që kërkon rregullore e UEFA-s. Po ashtu është e rëndësishme që ka një numër jashtëzakonisht të madh të tifozëve sepse ata shumica janë edhe prind të fëmijëve, edhe kjo e shton një heshin shumë më shumë tek shikueshmëria e madhe e fëmijëve, sepse ndoshta edhe këta nuk janë mësuar të luajnë duke i shikuar hiç më pak se 400-500 tifoz në një ndeshje dhe e ka një emocion të veçantë edhe për këta fëmijë të mësohen të luajnë në një stadium ku ka shumë tifoz. Faleminderit. Faleminderit, respekt. Përshëndetje, unë jam Aron Zeka dhe jam 10 vjeç. Luaj për ekipin KFR Lindja dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij ekipi. Futbolli më pëlqen sepse ky sport më tregon disiplinë, respekt dhe më mëson të bashkëpunoj në grup. Ne gjithmonë përpiqemi të japim maksimumin në stërvitje dhe ndeshje, kur fitojmë gëzohemi së bashku, kur humbim mësojmë nga gabimet tona dhe vazhdojmë të luajmë më fort. Çfarë ndjenjë është të luash pikërisht me këtë datë kur di që është dita e shtërimit të Prishtinës dhe gjithë Kosovës? Më vjen mirë se për Kosovën unë kam qef shumë, kam dashuri për Kosovën dhe luaj për me fitu kupën. Përshëndetje, unë jam Jan Arifi, luaj në ekipin KFR Lindja, jam 10 vjeç. Kam dëshirë të bëhem një futbollist shumë i mirë. Unë luaj mbrojtës i majt. Dhe unë kam dëshirë të bëhem një lojtar i shkëlqyer. Unë jam Aron Shehovi, unë luaj në klubin Dukoriko dhe jam 10 vjeç. Unë jam shumë i lumtur që po ma pjesë në këtë turne dhe i Lindja Kids dhe shpresoj që ta fitoj me ekipin tim. Unë kam me bërë maksimumin që ta fitoj këtë turne, sepse është një turniri më i mirë në Kosovë për mua. Unë jam duke u ndjerë i lumtur që po ma pjesë në këtë turne në ditën e slirimit të Kosovës, se kjo është një turne shumë i bukur. Unë luaj për tjerë, luaj në klubin Dukoriko edhe shumë ndjenjë e mirë me luaj si për tjerë. Është pozitë zërë me luaj për fund. Është mira pas. Për ditë pavarësisë Prishtinës, çlirimit Prishtinës, është nder për me lut edhe shumë mirë për me lut. Unë jam Lar Mehmeti, luaj në klubin Dukoriko, jam mes fushor. Është ndjenjë shumë e mirë të luaj për ditën e çlirimit. Është nder të luaj për të janë gjithë këto ekipe.